Ledhët të ndërshëm e sharit, me shfaqen e sharive që erdhën pas, nuk ndikuan me medhebin e murgjive fukahave, mirë po e ata e te i kaluan dhe e qitën dhe një hap të rrezikshëm, ki hap që ndikuan me lëvizjen e Gjehmive, Gjehm ibn Safwanit, vetëm me një dallim. Cili është dallimi që u dalluan e sharit? Pra ledhët të ndërshëm e sharit gjithashtu e konsiderojnë njerin musliman, pra beson në Allahun Azza wa Jall, apo beson në imanin në përgjithësi. Për këtë arsye të to, nuk është dhe kusht dhe shfaqja apo deklarimi i Islamit, nuk është kusht pjesë e imanit dhe shahadet. Po ato e kushdojnë shahadetin sa për ta ditë ne, sa për ta konsideru ne si musliman në dunjo. Mirë po thoj, nëse njeri beson në Allah, një njeri nëse beson në Allah, dhe se ka thonë shahadetin, mund të jetë musliman të Allah, apo është të Allah musliman, edhe pse këto kontradiktë të normal, për shkak mos kuptimit të iman, për shkak mos kuptimit të elementeve të imanit, i ka bo ata të flasin shumë kontradikta dhe kundërshtime me vetën e tyre. Erdhën e sharit dhe u ndikuan nga ata dhe pohuan gjithashtu se imani është besim. Pra ai cili e pohon, e thot shahadetin për ta kuptu ne, për ta trajtu ne si musliman në dunja, pra beson në 6 shartët e imanit, besimin në Allah, besimin në librat e Allah, beson në melekët dhe beson në pejgamberët që kanë qenë para ne, beson ditën e gjykimit, beson kaderin dhe qadar. Dhe shkon të Allah vdes pa e thonë shahadetin, ata e konsiderojnë musliman, e konsiderojnë të Allah ka shku besimtar. Na i pyet me ato dhe i thojnë, ku janë fjale e gjuhës, ku janë veprat e zemrës, dashuria, frika dhe shpresa, ku janë veprat e gjimtyra, ata këtë çështje e zemrës, për dallim nga Gjehmit të jem i sakt, të jem ma i sakt, se sharit dallojnë vetëm me një dallim. Për shkak se kurszojnë që të ketë bindje në besimin e tij. Edhe nëse s'ka vepra të zemrës, edhe nëse s'ka vepra të gjimtyrave, po thash edhe nëse nuk e dëshmon shahadet, të Allah konsiderohet si musliman, pra shahadeti nuk lu në rol të to, vetëm sa për ta trajtu ne në dunja si musliman. Ata e kushzuan dallim mi Gjehmit, nga se Gjehmit thanë mjafton dhe me dit, edhe pse këto Gjehmit janë dipal, nuk është një grup, janë di grup, një grup të cilët thoj, pra ai që e din se Allah nga krijues, ai që e din se Allah është i vetmi që meriton adhurimin, ai që e din që Allah t'i takojnë emrat dhe sifatet, edhe pse s'ja kanë përshkujt të gjithë, e din se pejgamberi Allah të ka qenë i dërguar i Allah, e din se Kurani Kerimi a libra Allah që e ka zbrit Allah, e din se pejgamberët e Allahut janë konë të dërguar, kanë thonë disa nga Gjehmit, vetëm ai që e din kjo është iman. Edhe kjo normal se kundërshtrohet me shumë ajete të Kurani Kerimit, para ta selefët e umetit, Gjehmit i nxjerrën nga besimi, për shkak se Allahu Azza wa Jall na tregon për çifutët se e kanë ditë krejt të cilën ne po flasmin këtë tematik. E kanë ditë se Allahu është krijues. Po këta e ka ditë dhe Ebu Gjehli dhe Ebu Lehebi, e kanë ditë dhe mushrikat, e ka ditë dhe Ebu Talibi, e kanë ditë dhe munafikat, e ka ditë dhe shejtani, pra si pas definicionit tuaj, duan të na dalin krejt këto të Allahu musliman. Atëre zjarri për kanë pas kamet. Pra ledhët të ndërshëm për këtë arsye, e sharit kër i kundërshtuan Gjehmit në këtë pikë, menduan se e qëllua. Dhe ato thanë, ne nuk mjaftojmë vetëm me ditë, po na e kushtzojmë një kusht që është i vetshmi vepra e zemrës.
nëse lejohet t'i thot si vepër e zemrës, pra të kesh besim në atë të cilën Allahu e ka zbrit dhe ka lajmëru. Mos të kish luhatshmëri, pra të ato kush mundet me dal pi besimit, të ato mundet mu bon shka, le t'jem këtë termin e të cilët popullit e përdor, vetëm ai cili e përgënjështron Kur'anin dhe atë qka ka nërë në ta apo sunetin e pejgamberit Allahu. Na i pismi pse keni kufizu kufrin vetëm këtë, thot për çkak se besimi do të thot bindshmëri, e ai cili mohon nuk është bind e ka përgënjështru.